transplanti u përfundu në mënyrën më të mirë, funksionoi gjithë shka, kur përfundoi operimi dhe u pat bashkë me Nusën, si ishte ai moment? Do të regoj kështu, gjatë sajina në operim, doktorët e këshin kuptu që vërtet e ka një djallë gudzim shumë, edhe dëshironin që unë e transplantin të abaj live, pa hinë anestezion të plot, vetëm me spiralje. Se e ponë që kam gudzimin, kam forcen, më tonë drejtë njerë kam pranu. Ke pranu? Kam pranu që t'jam ashtu. Se thanë, e shumë që e kini një besim plot, edhe a mund është tash muj. Muj po, momentin që më kanë thonë a dënë të pash veshkën. Se mos që kanë bërë operacion në Nusën, ja kanë zerë veshkën, mu më kanë fut në salë. Dhe ka orë i tekniku e shë më kujtuar si sot, edhe kanë thonë, a përdo me po veshkën, që qëfar veshke keme dhuru, atë nuk kam mujtë me qëndru, i kam thonë, shtinë më gjë më mirë. Se mos po ndodhe kjetë që janë për emocione, për mërzijës. Atë kam qenë shumë emocione. Dhe i thasë që... Po veshkën e pe? Po veshkën e posh. Veshkën e posh, ka qenë dikun 15 minuta, unë që kam qëndru në operim, kur më kanë, do me thonë, pjanës të zjurin që më kanë dhonë, më kanë qitë këtë për parësën këto edhe e kam dëgju që kur ka bo njerë briskë, se veshkat janë këto në e vendosin, e kam dëgju që njerë veç briskën e kom një, thasho, tha, ape ndjenë dishka thash bo, tha se ndjenë ma, dhe edhe veç biseda tha me doktoreshat, unë me këto 2 doktoreshat që i kisha në pranë, që i prapë se prapë i përshëndes dhe i falenderoj 2 doktoreshat, Fionën edhe Arjetën, ato i kisha në kratë djatë dhe më dhonshin kur ajo se ti po e kalan, aja shes sa i fort je, ma të fjart e tyne, por thash nuk mujta me qëndrua dhe thash të në më gjëmë, se s'muj me qëndru më shumë. Faleminderit shumë për rëfimin, këthemi tek ai momenti që të pyta, kur u takove me Nusën? Pasi kishte përfundu gjithë shka. Me Nusën, të dhëtë kemi një qenë në reanimacion. Reanimacion. Me një dhumë, por jo që ka mujtë ta shof Nusën, vetëm që njerë ma kanë pru me krefet edhe për mu ka qenë e rëndët. Ka qenë e rëndët se... Unë isha shumë mirë, ato e posha që është trit edhe me një krevat të spitalit. Aja kishte ban ato që është e... Stam që se ka ba s'kur se ka që kanë ba dhe ma herët të mi edhe i shala dhe ta bojnë edhe mas. Po i shala si ndodha s'kujt. Po ka qenë me gjoja me e randë për mu kur e kam baja më qënë dorëm dhe... Prapë ma të bësje që të sajnë, sikur që shtë kështë që hi, që e pashtu hi, edhe kur më pa ma që i dorëm shtu se isha i mbyllër si ka fas me gjama për rreth, për shkak infekcionit, po e pasha në atë në e prapë ma që ndorën edhe bësqisht, edhe që i pash që i ka infuzionat edhe infuzionat në krah, ishte një dhinjë për mu e po një kësisht edhe emocion i madhë. Se e kalum, po e kalum një sfit shumë të rëndë. Fatmirësisht, tashmë e kaluar. Si ka qenë jeta jote pas transplantit? Si është sot jeta jote? Pas transplantit edhe sot, ka ndryshim shumë të madhë. Thash doherë duke falenderu Zotin. Ta thëmë drejten, kur janë bon transplant edhe sa isha në spital, kam thonë, o Zot, veç 4 vite ti kam jetë. Se unë i kisha 3 fëmijë të mi, 2 djemët edhe vajzën, djallin atë ku ishte 14 vjeç, e thesha edhe nëse shala nuk dështoj, po edhe nëse dështoj, dhe ma merë Zoti shpirtin, ti ketë bile djallit pakten 18 vjeç. Për mua kjo ishte e rëndë. Kjo ishte llogaria. Kjo ishte llogaria ime në atë kohë gjatë mas transplantit. Se dihet se në transplant nuk ka që çdo herë dhe çdo kujna ju përshtatet, mund t'i ndodha me keqe, inshallah si ndodha s'kujt, inshallah i ndodh si mu. Që më ka dhënë Zoti jetë, po jetoj jetën, e tani po i baj
pjekës 13 vite që kam bon transplantin në gosht i bëj.